E tani është koha për intervista javës ku për këtë herë e kemi sistemuar këngëtarën e mirënjohur Albulena Ukaj, po jo vetëm. Ajo do jetë e shoqëruar edhe prej make-up artistës së saj profesionale, personale, Blerina Krasniqi. Çka do zbulojnë ato për kamerën në Zoom do e shijojmë së bashku tani. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Punë shumë madhe, po ka dëshime që në jashtë. Një ndër këngëtaret më të preferuara në vend që duket sa kalojnë vitet bëhet më e re. Është kjo Albulena Ukaj, të cilën e kemi zënë pak minuta të lirë, pasi e dim që kjo periudhë pak para festave të fundvitit për të është goxha ngarkuar. Përshëndetje, me gjithë kënaqësi ju kom mirëprit. Më ardh me pa një procedurë të make-upit edhe të shumë zbukuron shoqja më e mira. Pra Blerina Krasniqi 2 studio, është dhe best make-up artist. Për mu e po, tash për tjerë në ashtë me fërë për gjelozis, ama sinqeresht është ma e mira. Besam që ndikon tepër shumë. Unë në moment që vite Blerina, s'kam nevoj me diskutu qka qysh tek me mba make-up, vetëm ullna, edhe e jep maksimumi ma të mirën të mund shpenë zirë të ona. Ajo flet edhe për sezonën e verës, se si e ka kaluar, por para kësaj, make-up artistja cilën e përmendi i tha disa fjalë për bashkëpunimin me Lenushen. Për çdo kolegë dhe për mua ka një verë shumë e ngarkume, me darsa me si ajengje familjare, kryesisht mirë. Pak temperaturat na lodhin në verës, po mirë. Përshëndetje, Zoom. Jeni në 2 studio me Blerina Krasniqin për ndryshe grimerën personale të Albulena Ukaj. Faleminderit shumë që keni ardhur. Ju mirëpresim sa herë që të keni kohë. Jemi këto për secilin fytyrë publike dhe secilin klient që neve na nderon me u kohë këto me neve. Nuk e dita, nuk e prita takimin me ty. Por nëse flasim për xhirimet e fundvitit dhe potpuritë ndryshme, çka e ka dalluar këtë paraqitje të saj, do ta kuptoni nga vetë ajo. Do me thonë, ku vendos që mëse pas ripërpunim me këngëve të vjetra, do me thonë si gjithmonë që i bajnë krejt kolegë, me pas këngët e vjetra që për ripërpunojnë, ja mundu me pas vetëm këngë të reja risi. Ate kemi parë edhe në duete, e madje zbulon se ka pas shumë oferta për bashkëpunime, e që ka punuar intensivisht në atë drejtim. E
E po me qenë se është përmendur Dasma, emrin e saja kemi pat tek sa u bë virale me një intervist ku ka zbuluar se ka ngatruar sallën e një dasma. Nusja me dhëndrin, thojnë Albulin, po na vje shumë keq, po na kena menu që Nusja tha që babi jam të ka pru surpriza për den, po na vje shumë keq, po familja Trepsha është e salla tjetër. Unë ato momente. Se di bre, shpesh herë më ndodh, jo vetëm të kjo intervist, po të shumë intervista, se kërë kam atë kimën e uket, une asë një herë nuk jam asi tipi karakteri njeriut, që më pëlqen me shit mendje ma si mami, babi ose kësi tripa, une gjithmonë kalzoj sene reale, vetëm senet reale që ka më ndodhe, edhe shumë e vërtit që ka ndodhe e pjesë. Kur gjo s'këm rajt. Po njerëz jemi krejtë dhe njeri pa gabime nuk ka, janë sene që ndodhe. Edhe mu më ka ndodhë, po thjesht unë jam kanë shumë e lumëtër që dasmortë më kanë mirë kuptu. Kjo kanë ma rëndësishme se sa njerëzit që kanë keq interpretu me komente negativa, ato sene së më bëjmë përshtypje absolut. Sikur shumicës e kolegëve të saj, edhe Lenës po ja bëjmë këtë pyetje. A ke pasur oferta për të qenë banore në Big Brother? Nëse po, pse nuk e shqyrtova? Është fik me dyteja. Në Big Brother mendoj që o e ngriti imazhin, o edhe qati imazh që e ki e shkatran. Edhe unë nuk është e shoh vetën najherë në Big Brother. A ke pas oferta? Po vitin e kalum kum pas ofertë, për më kanë pjesë e Big Brother. Nuk e dija, po mundeni me vrejt që Albulenës si ka ndodhur një incident me dorën, teksa muhabeti po vazhdon, ajo na tregon se kapi pak mësyshe. Sot jam kanë me dorën shumë keq, ama thjesht nuk më desht me anullu këtë intervjis, ma arti për i Prishtinës me gjiru këto edhe nuk e këmë po të arsyshme. Një aksident të shpia, tu prej lakna edhe këmë prej dorën. A i vjen që gatunte, ti e zoja me për punë të shpisë. Po, njëri jam edhe unë s'kër krejt. I baj krejt sarat e shpis. Jo, vala mu, kërkush nuk jam i bo punë të shpia, normal vet, kujdesna për vetën të. Pëtë jo. Që ka të baj me gjella tradicionale, di me gatu kështu, ama pite s'kom provu asë njëra. Okej, a na premton publikësh që stakin e Zoomit me pritur shpet me najtrej? Me gjithë knasi, kur dani, vetëm sa të kryt që ke pjesa që tive gjirime projekte, edhe telefonam, edhe ju me i pres me gjithë knasi të shpia. Zoom, ajo e ka bërë të ditur që së shpejti plason jo një për disa këngë të reja që i ka incizuar së fundme. E deri atëherë shumë suksese për të.